sali 10% i kitë heshne prej rrogës. Mua në 3 lufta kesh edhe do ishtë më përjashtu. Thash, o doktor, krejt shpinë tane me shqit, pas sonin tane që e kje, nuk mund është mua pagu. Po mua ban në atë mënyrë edhe qatë dit erdha prej luftës. Men që me thonë, a ke hjeka. Veç për të regoj, në 3 lufta kom qenë. Dhe një ditë para se me shku në Kumano Likov, erdhe në më thanë janë 500 vetë të plagosën. Ishte 6 maj e diell 2001. 2 ditë përpara, që më premten, erdhe mikëm edhe mjek ka qenë, erdhe më pa, tha, Sali tha, komunijët që kishin përjashtua. Thash nuk di, nështë. Thash kush filanit, drejtore e me i kënej. Thash sot gale, përshnash tanën këshyna me kënej. Edhe prit që me shku tanën mu taku me ta, me pa qka, me mu marrë vesh qka pëthet. Kur të dilën, më sërën thanë që shto është punë. Apo vjen Kumanov, thash po mëre. Edhe e thira edhe një kolegë tjetër, doktorin Ymer Aliun, kirurg, me ta kom punu edhe në kirurgji, po edhe në lufta, e mi kanë me ta. Thash, Ymer që shtu pra është puna, janë 500 vetë, plagosën, apo vjen. Qështu nga kanë dhanë lajmë, se nuk ishin kanë ashtu, po edhe 200 me kanë ishna shku. Ka qenë ma shumë se për 42 ditë i kom pas 370 plagosën në Likov, që ka jem kanë në. I kam në atë këtë shënime të për ta, me mujtë mi marrë, këshna balë në ashtë një liber për ta që ka ndodhë, për një 4-3 i kam prunë në spitalin e Prishtinës, ato i kam dhana që kushin kanë me të farë arme, bazë diagnoza që mi kanë prunë në spital. E tjertë janë protokolle, të cilët me mujtë me gjithë protokollin, më ka thonë komandantën që e këm pas atje, ndoshta do të këshirë me marë për aty në komandantave të UÇK-s të Macedonisë. Malisht në drejtë, me ta, i këm thonë me mujtë me marë, me pas se të damë, edhe ka edhe incizime që kemi operua në dritë qirit, se në ndalëshin edhe rrymen atje. Të kalum jashtë, po në lidhër me ata që më hjek për punës. Edhe mas 42 dite, u jem kanë edhe të mëkë. Edhe më thiri erdhat e hanë, dilën shkoa, mas 6 jave jem këthyje, të hanën jem këthyje, të martën jem dalë punë, të martën erdhë drejtori e kirurgjisë, tha, u takova me një anesteziolog në zyre para kësajna sallave të operacionit, ku ishin me najt me pi kafe, atë shka para se me hinë në sallë, tjetë pak ma largë ka qenë salla najt me Rustem Gashin, anesteziolog, ka qenë pjesëmarrës i luftës në Dugagjin. Po më vetë mua qysh ke kaluar në këtë Kumano, në Likov, i thash, qështu, edhe zëm ka i cigare me ta. Ndërkohë, hyni drejtori, tha, Sali 10% i kitë heshne prej rrogës. Thash, shka bo puna? Tha, e ke 10 cigarë. Thash, nalë më sugut. Thash, qka? Thash, që pe shuku këta,
mos i hjek veç 10, që edhe një pedhezi e banin 20%, edhe e shuka edhe e dheza edhe një, mirë po i kish hjek veç 10%. Jo, atina tjetrit që ishte edhe me mua, atina jo se ai është në repart tjetër, ai është në anestezi, unë në kirurgjisë banë. Kështu që, deshta me thonë për Ylberin, mua në 3 lufta kesh edhe do ishtë më përjashtu. Më kanë dy edhe masane, edhe në vitin 2019, 18-19, kanë dashtë më përjashtue, bile më kanë një televizion, ja rëjanin, këm bazonë një deklarata, një bukur gjatë, nuk i kanë këshyrë, këta nuk i janë pala sa ke kontribue, drejt me thonë. Po për mua kjo, unë e kom krye punën teme, çka bojnë këta tjertë, se cili, sikur mu falë, dikun për shemë, ti falesh për veti, jo për mua. Po ndodhshin këtu, po mas me rana kjo që sa ka kontribu Ylberi dhe ma në fund me hjek për punë. S'ka koment për këtë punë, kështu që nuk di çka me thonë. Tani jem taku me ta, në atë kuptimin, na erdhi një punë me shku jashtë, bashkë, e i tha një kolegë tjetër, tha qysh me dënua Salinën, ja tha që ja kthej qatë 10%. Thash, o doktor, krejtë shpinë tane me shqit, pasunin tane që e kije, nuk mund është më pagu. Se nuk ka çmim që ma pagun, që mi ke hjek dhët, nashta 20, as 20 marka, si në konë se 220 marka kemi pas këtë qëtë rrogën. Do ha 25-30 marka si në konë, po krejt pastorin me shqit nuk mund është me pague damin që ma ke ba në atë kuptimin moral, se me mi pa lypë 10% të rrogës t'i kishna dhanë, me pi cigare, diçka t'i kishna dhanë. Po mua ban në atë mënyrë, qatë ditë erdha prej luftës, menë që me thonë, a ke hjeka,